Nëse them villa është fjala e madhe, po janë shtëpiza të vogla. Afro 400.000 deri 500.000 euro fillimi e komis. Një shtëpi ta bën, njeriu edhe sa e ka vështirësi. Ledra ti më bën 130 shtëpia. Mi ndru 100 gjalla çarapa, dikush nuk e ka ndru për 14 vjet sa i ka. E mi bën 100 gjalla shtëpia për 3 vjet, vallai është e pamundur. Mendimin e kërkuj tiç, absolut kur aksioner nuk ka këtu, për pos Allahut dhe unë. Unë e kam arrit deri 7.000 euro me bo are. Prej 100 euro që ka qenë are. Ka klientë që me 5.000 euro ja kum liru shtëpinë, a ka borx shumë në male. Përshëndetje për gjithë miqtë e mi, unë jam Elion edhe sot kemi ardhur ma kresh për me po gjitha villat këtu në kompleksin Allegro, në menaxhimin dhe në drejtoratin e Lavinot Regjës. E janë bashkë me mua edhe vojna një bisedë shkurt shumë të mirë bashkë me Lavinotin. Lavinot, faleminderit shumë. Përshëndetje, kënaqësia është e imja. Gjithashtu e jona. Mirë se ju gjatëm. Me bismillah. Po i shohim kështu. A ke ardhur me bismillah? Me bismillah kemi ardhur. Ka rëndësi. Po i shohim kështu duke punu edhe duke u përlyp. Falë që nuk ka dar, kjo është domethënë thjeshtësia, modësia juaj që ju po punoni mbi këto villa. Tregona pak ç'po ecë puna. Nëse them villa është fjala e madhe, po janë shtëpiza të vogla, 100 katrore dhe kështu që jam i stërkënaqur, është një ajër i papam, është ajër shumë i bukur, që lidhet me Karadakut, sigurisht Artan jemi këtu, ose Novobërd, Tojza, Makresh e Eprëm, duke pas parasysh që kemi edhe Kamenicën afër, Kalajen e Artanas afër, Gilanin e bukur e kemi afër, edhe autostradës së shpejtë që do të na vjen, që do të lidh domethënë mes Makreshit, mes Gilanit, besoj që si vjet nga institucionet e Kosovës që do të kryhet dhe kështu që jemi stërkënaqur, deri më tani mirë është. Tregona pak pse ke zgjedh pikërisht Makreshin nga Artana ose Novobërd. Pse ke zgjedhur këtë? Unë kam menduar që do të vini të bëni një intervistë për karrierën time, për muzikë, për videoklipe, për darsma, se jemi duke ardhur në sezonin veror, ja pra edhe shfrytëzoj rastin ta flas pak edhe për muzikë edhe për... Do t'i marrim krejta nga pak për juve. Okej, unë gjithmonë unë banoj, domethënë pas luftën 1998 e kam kaluar dhe shumë e kam sfiduar atë luftën, domethënë sepse kam shumë anëtar të familjes që më kanë vdekur në gjatë luftës. Nikosisht ndjer edhe baba im në Burg dhe mbas Burgit ka vdek, domethënë pas që u liruar nga Burgu dhe ka vdek. Dhe unë kur kam shkuar në Gjenevë, kur kam ikur në si 15 vjeç e gjys në Gjenevë, atje më ka lidh gjithmonë me An Karadakut, domethënë njerëzit nga kjo lugina. Po. Sigurisht lugina Pershevës, Ferizajt, Vitijës. Edhe gjithmonë videoklipin e parë që e kam punuar ka qenë në Gilan, te kolegji Gilan ty afër Astorias. Flas për vitet 2003-2004, më njëherë pas luftës, edhe gjithmonë ka lidh me këtë vend. Dhe me Kamenicë sigurisht, edhe rastësisht disa artistat kanë ardhur në këtë vend dhe unë kam bler tokë mbi 11 hektar, edhe ja kam nisë si mund të them që si hajgare, ja pra tash ku jemi deri edhe... Do të thotë prej një shpirtit artistit deri tek në një menaxhim i shtëpizave, të themi villave të cilat i ke përpunuar vet, pa ndihmën e tani edhe vet jam të punu kurt, edhe pllakat, edhe laminat, sepse në Thojza kam lënë edhe pak si asgjë në, domethënë kur ta lësh domethënë punën dikuj tjetër ta menaxhon, kështu që nuk është si dora jote që të krun. Nuk punon, edhe kështu që unë kam lënë pak në emër tjetër ku ja mendoj kanë punu menaxherët, por e kam pasur që nuk ec puna si kur jam unë vet. Edhe fatmirësisht që e përmirësova atë gabimin dhe tash jam tu flajt vetëm vikend që po shkoj në Zvicër për me performu darsma kështu me radhë, kurse gjatë javës punoj më shumë se këta që punojnë këtu. 3 orës 6 deri ora 6 mbrëmje jam i angazhuar 100% këtu. Vetë si punëtor. Sa po është për juve e vështirë? Edhe hajt me punëtor, thjeshtësi për tokë, kjo është më rëndësi. Kjo është më rëndësi, po tregona pak sa është e vështirë me punë si artist edhe menaxhim të shtëpizave, villave që ka qenë shumë e vështirë sepse një terren i papar shumë i rrezikshëm, një terren që domethënë vetëm për rrymë sa kemi pas problem ndërtoksore që kemi pru me trafo, një kosto shumë e madhe. Tani ujin tonë kemi domethënë me bunare, me pusetat. Pusat domethënë që kemi hap, po kemi tentuar me hap 20 diçka bunar, por nuk kanë dalë ujë aq sa ne kemi nevojë. Dhe tani në pikërisht prej këtu një 1 kilometër që është toka ime, kemi hap dhe kemi ujë aq shumë që me mundësi që mund të ndihmojmë edhe në fshat të komunës Gilanit ose të komunën Kamenicës, sepse çdo orë kemi mbi 200.000 litra që na furnizon. Ka shumë sa që ju mundemi me ndihmu edhe ndonjë fshat të kësaj rrethine. 200.000 litra që na jep neve, po na nuk i harxojmë brenda orës 200.000 litra, aty që kjo laçë.
Edhe tani shihet pak edhe rëmuj, por jemi punime sipër. Po, jemi pranë përfundimin, falni. Po. Mbi 50 shtëpia janë vetëm me mobilet, edhe po janë banueshme, edhe avokati im i nderuar i Burim Alili banon këtu, domethënë prej Tajtës deri të Hanën banon. Jasir Hasani, futbollisti, është nuk po shkon më Shkup ku vjen këtu edhe pak Tiranë. Domethënë Tregona pak kush prej artistave, prej shoqërisë tonë ose po, jashtë është Nasser shoqërisë. Rafuna, është Lumi Bi, është Opo Plabi, Labinot Gashi, është jo shoqërisë time, shoqërisë popullit shqiptar. Po. Sepse ata janë shik në Po gjithë jemi një. Po, Jemi bashkë. po. Edhe kush tjetër? Është Shpetim Decku, Ka prej tyre që kanë marrë këto shtëpiza në prej. Paguro Vena Stefa, po, domethënë Ka prej më të ndryshmeve. Po. Tregon pak çish mundet me qenë. Ton Krasniq. Vllavi im Loni edhe ai ka qenë reper shumë i njohur. Janë njerëz shumë të mirë, shumë të edukatës. Afro 400.000 deri 500.000 euro fillimi i komisë. Tani kemi vështirësi edhe me punëtor sepse mi thonë që ka punu keq nuk pe pranojnë domethënë. Mu kam mësuar një farë kultura edukate e Zvicrës, orari është orari dhe kur është mirë, çfarë pagesë. Kurse është mirë, shko shtëpi. Është keq, edhe shumë normale. Po këtu mi thoni punëtori që është keq vërsulet edhe me kërcenim, sepse në Zvicër është këtu momenti që ti nuk e bën mirë. Kemi ja pagu edhe kohën edhe materialin që ke up, edhe gjitha. A këtu ma hanë djesën, për shkak me të më djesë kërë s'ke punu mirë. Ka kushtu me mija euro. Ai personi kur e kam thënë që nuk janë mirë laminate edhe dyrt, ka kërcenu. Në më thënë, ose mija parë se ta ndaloj lagjë. Po. Tregon pak sa ke shpenzu deri tash për krejt këtë punë. Po tash më tregu këto e menjera të këja 5, se sa po e kom pagu një shumë të madhe. Sepse tani të flas për atë kënd, tani më thojnë vetëm po flet për këtë, unë i thras gjithë artistat, se do njerë po keq kuptohem, se i ka artista shumë të mirë, këngëtar shumë të mirë edhe cilët janë shumë që janë taks pagus të rregull, për shembull Laminot Tahiri është kësaj tyre është taks pagus, më i rregull se këtë ne. Edhe unë kam pagu vetëm për muzikë për 2 vjet 94 njarë. Si ilusi, kurse për lagje, tash për tash deri më tash 100 njarë. Për lagje. Ala s'kena përfundu, sepse gjallë 89% jemi përshëndet me shtetit, tash ka metë edhe 81% e bja. Po fundon projekti komplet. Më thë, ja taks pagus më i besoj që majnë deri diku më i mirë. Jo gjithmonë. Nëse unë plas sa ka kushtu, është pak asu nuk e di. Se ja kombi si ajgare edhe nuk e bdi se me qenë tereni i rafsh është shumë ma letë me punu. Me pas për shtetit rrymën, me pas për shtetit ujin, kanalizimi, këto e kumbo kreta, është disa, që edhe tot me poti me punu një infrastrukturën. Tregon pak a shumë sa kanë kushtu gjitha këtu domethënë infrastruktura, ujë, krejta këtu që ju i keni shpenzu brenda kësaj lagje. Po tani sa i përket sa ka kushtu, asu nuk e di. Dhe ne duhet të them që ka kushtu me mija euro. Dhe me thënë sepse infrastruktura është primare. Unë nuk kam pas haber për këtë lami, po tash mendoj që jam bo një farë architekt dhe një farë inxhinier shumë i mirë. Edhe që jam psikolog në Barcelona, falni edhe master të kryer, edhe fakultetin tani jam të kryer edhe një fakultet muzikës, se kam kryer është mes me muzikës, por nuk jam njohës i psikologjisë as muzikës, sa jam njohës i mirë tani i lamisë ndërtimit. Dhe praktika e bën të vetën, mundeni me... Teoria është aftësi, do më thënë ose ti nuk ke praktik. Praktika e bën vetën, praktika. Po jo, ta them që ka kushtu shumë, mendoj që më shumë ka kushtu infrastruktura, edhe pagjerat, rrugën, ndamja rrugës, më thënë me pse këtu nuk ka qenë mali ky. Kjo ka qenë vetëm guralesa. Nuk ka pas kjo pjesa këtu, se ne kanë kundërshtu jo ki pishmali, kjo është klasit 7-8, nuk ka pas kur malë këtu. Ka pas, do më thënë, mund me qyre edhe gjo portal, ka qenë guraleca më shumë. Do më thënë, 90% ka qenë guraleca, shumë pak ka pas, do më thënë, gjelbrim, shumë pak. E ne jemi të gjelbru tani. Jemi të mundu me gjelbru si vjetë sa, do më thënë, besoj ka muj maj do t'i bim afro 5.000 fidanet, do më thënë, edhe që do t'jetë komplet të gjelbruar. Gjelbruar me gurt, me drur, do më të mirë që mushme. Unë nuk jam tu përkushtu me pritu këtë lagje, jam tu mundu që me bo një lagje të bukur, edhe sigurisht inshallah Zoti nuk ma u mundi,
e lutë Zotin, por jam tash për tash jam të mundu që me bo mendu, edhe tu jellon mundin maksimum, unë dhe familja ime, prej nënës edhe deri të fundit, ata janë të punu të ndërgu paret, sepse klientët nuk janë pak ashtu shtërsi me kërku dhe klientët, sepse gjithë mund të vënojnë, edhe kjo nëse nuk ke financa nuk mund të punojsh. Tani kemi vështirësi edhe me punëtorë, sepse mi thonë që ka punu keq, nuk pe pranojnë, domethënë, sepse unë kam mësu një farë kultura edukate e Zvicrës, orari është orari dhe kur është keq, domethënë është keq, edhe shumë normale. Po këtu mi thoni punëtorë që është keq, vërsulet edhe me kërcenim. Ka raste, nuk po thësej, keni familja shumë e njohtur që është daja e tyre, por do t'jen koha që do të flas, shumë e njohtur që ne përkulemi për atë, do t'jen rradha, por besoj që si vjetë përmes këtë platformën e juaj, dhe them që do t'jem edhe Big Brother Kosova, VIP Kosova, kështu që aty do të shpalosi shumë gjana që do t'i trunditin shumë media edhe shumë Kosovë. Domethënë ka ai personi kur e kam thënë që nuk janë mirë laminate edhe dyrt, më ka kërcënu. Domethënë ose mja parë se ta ndaloj laçën. Edhe te kjo ka ndodhur, domethënë si e kjo nuk bën me orë, sepse ne jemi populli tani, jetojmë në demokraci, në shekullin 21, edhe duhet me ecë shumë përpara, edhe duhet me dalë pak jashtë me pa çka po bëjnë ata. Edhe ata kanë edukat, kanë edhe mirësjellje, edhe punën e bëjnë punën. E lypin çmimin, po punën e bëjnë punën. E këtu pak kam hasë me probleme shumë të mëdha me punëtorë të cilën nuk kanë punu mirë. Domethënë kur kam dash mi thënë së është keq, aty do shkoj mua. Kjo është keq. Tani jam tunet 24 orë me ata për mi krye që kur është mirë, çe pagesë. Kur s'është mirë, shko shtëpi. Sepse në Zvicër është kështu të ndëruar zojnë. Zvicër ose dias, po kudo që kalosh Kroacin andej, momenti që ti nuk e bën mirë, kemi ja pagu edhe kohën edhe materialin që ke up, edhe gjitha. A këtu më hanë djesën, për shkak të më djesën kur s'ke punë mirë. Dhe janë dy shtete që kanë dallim shumë të madh dhe janë shumë ndryshe nga njëra tjetra. Kash, sa janë çmimet që i keni shpenzuar deri më tani? Sa ka qenë fillimi juaj? Çish ka qenë fillimi juaj? Unë e kam pasur 12 banesa me qira dhe e kam pa që nuk ja vlen mi majt banesa, domethënë sepse me shumë qira jo po të pagon, jo s'po të pagon, jo andej dhe këndej. Të kështu që e kam pa të arsyeshme që të investoj këtu. Edhe unë me pahet e mi afro 400.000 deri 500.000 euro fillimi e komis. Po. është një shumë me cila ju e keni mbizotru vetë. Edhe deri me tani keni... 2002 që punoj në Zvicër, me 8-22 shkurt, 2002, kam punu edhe në fabrikë japoneze sushi, jam profesionale kuzhinës japoneze e du shumë atë kuzhinë. Pre atjeshe, domethënë, edhe sigurisht mami jem, bashortja ime, vllau im, bashortja vlaut, motra ime, na kemi qenë edhe jemi, domethënë gjithë janë të punësuar. Sigurisht e kom domethënë vërtetu këto parës që e kom punu dhe me bankë edhe kështu, edhe gjithçka ka qenë rregull. Tani sigurisht që ne bijetojmë. Një shpinë ta bën, njeriu edhe sa e ka vështirësi. Lere ti me bën 130 shtëpia. Unë e kam arrit deri 7.000 euro me bo are. Prej 100 euro që ka qenë are. Mos më konë muzika për zotin, është problem shumë. Ka kliente që me 5.000 euro ja kum liru shtëpinë, a ka borx shumë e madhe. Sa është vlera e një shtëpie nëse është krejnë fillim të lagjes edhe sa janë ato lartë? 120.000 një shtëpi. Domethënë tregona pak sa ka qenë çmimi i tokës kur e ke marrë fillim edhe tash sa mundet me qenë vlera e tij. Unë e falenderoj shumë Zotin sepse vetëm atij i bi sejdë. Edhe domethënë jam praktikues i fesë islame, edhe falenderoj shumë Zotin, edhe që shumica e tyre nuk ma din vlerën time, domethënë këta këtushit, ndoshta nuk ma din, thojza them, po këtu une s'ka kërkush tjetër. Une e kam arrit deri 7.000 euro me bo ari. Domethënë prej 100 euro që ka qenë ari. Unë kërkush tjetër. Këtu s'ka pas kur gjë para se më anisë une shumë paka shumë. Si ko gjesi për dore Katar, që ka lujtë Katar, a kupton? Domethënë ka lujtë Kolnjak, kur qojis ka pas të shumë pak investim ka qenë, unë jam ai me ndihmën e Zotit, dhe ja kum nis prej 300 euro, 400 euro, maksimum ka qenë 1.000 euro ari. Unë e kam arritur ta bëj deri 7.000 euro ari.
Do më thonë prej 300 deri Po, unë s'kam më me shit, unë s'po shesi tokë, ata që po shesin tash. Tash, a ma din vlerën, nuk kanë nevojë me ma dit, edhe që e shoh do njerë edhe shajnë fyr, s'ka lidhje, po zoti ma din Si vlerën. përballon ti fyrjet edhe krejt ato që vinë Po, bashkiteja? unë lut na Zotit i fal Zoti, sepse ata nuk e din sa po eki unë, e sa jam tu ek, domethënë ditë e natë. Kur në një intervistë kam thënë nuk flej më shumë se 3-4 orë, shumë kanë përqesh. Po në të rinë një javë me mu, e shohin që vetëm një herë javë flej unë më shumë. S'ka gjatë javës as 3 orë flej, 3-4 orë qatë më shumë jo. Do thonë, e bushi baterijet e mia vetëm një herë javë, tamam flej bi 20 orë. Kështu që gjatë javës se nuk kam, nëse nuk je vetë një shtëpi njeriu nëse e bën, e ka vazhdo, nuk ka problem. Një shtëpi e ta bën, njeriu edhe sa e ka vështërsi. Ledre ti me bën 130 shtëpia. Është e pamundë ose nëse bën 150 shtëpia. Disa vështërsi është. Vetëm tash unë e kam brenda ditës, i kam kërkesa për dasma, bit 20-30 veta më thrasin. Plus edhe mi është ranjon 100 veta. Edhe është e pamundur. Do të thonë është vetëm psikologjia ime e aftë dhe besimin e Zotit dhe lutem gjithmonë Zotit më jep durimin, sepse dikush splodon, do të thonë kalon. Apo të ndihmon sa do pak pjesa e artistit në këtë lami? Shumë. Mos më konë muzika për Zotin, është problem shumë, sepse ka kliente që me 5.000 euro ja kum liru shtëpinë, a ka borxh shumën e madhe. Edhe pres edhe unë. Do të thonë sa është vlera e një shtëpie nëse është krejt fillim plazhës edhe sa janë ato lart. Tani për shembull se bisedoj tash ka dikush që ka ble edhe për me bë biznis, tani unë do t'i aprish edhe biznisin e tyre. Unë e kam shit shumë lirë. Fillim sepse ka qenë edhe materiale i lirë. Para luftës Ukrainës ka qenë gjithçka lirë. Pas asaj është shtrejtu shumë. Unë kam pas një fat shumë të mirë që e kam bë nivet e vrashda, 90% e kam kry para luftës Ukrainës. Edhe kjo më ka ndihmu shumë. Pas saj është problem të arrish ta bësh një shtëpi me një çmimore të cilën unë me atë shtëpi që e kam shit. Po, unë e kam shit, tash ata që kanë ble ka 10 shtëpi, ka 5 shtëpi, do të kenë fatin me shit me një shumë parames. Po sa mund të më qenë dallim mes atyre krejt në fillim plazhës? Tash ta them sa peshesin këta. Këta që peshesin, domethënë për shembull Bekim Borovci. Sa për shembull? Bekim Borovci ka dhe bankën e vet, domethënë ai e shet 120.000 në shtëpi. Ai, edhe afrim Borovci ka baroni lokal. Ai e shet një shtëpi 100 metra katrore me 2 are gjys. Ne jemi pranë legalizimit, jemi të qartë. Domethënë e kena legalizu rrymën, pranim teknik. E kena, domethënë ai e ka ble shumë lirë për meje, por tash ai nuk e shet në 120.000. Ç'kjo është? E flas një shtëpi 100 metra katrore, 3 lloma, një sallon, një bajno edhe 2 are gjys ose 250 metra katrore. Po. Me ndru 100 gjallë qarapa, dikush nuk e ka ndru për 14 vjet sa i ka. E mi bo 100 gjallë shtëpie për 3 vjet, vallai është e pamundur. Mendimin e kërkuj tiq, absolut, kur fa aksioner nuk ka këtu, për pos Allahut dhe unë. Pa diaspor nuk ka jetë këtu. Një Zvicran i ka dek baba, se kam qenë shef 6 vjet. Mas 2 ore ka orë punë. Te na, jo ka dek ky, një punëtori i ka dek 6 herë halla. Derisa shkova dhe unë në spital me pas se shtu shpirti ma pruni. Te une ka dek, as ka dek, kush ka dek, une kur them punë. Këtu, përmes afrim Borovcit, ka edhe Christian Dior që ka ble, domethënë një drejtoria prej Kanadës, Amerikës ka ble edhe domethënë lagjën tonë. Na pretendojmë që si vjet me hapë edhe restoranin në ambientin e hapur. Edhe domethënë ka edhe për fëmija lojra ka t'i parë. Tani ka edhe një 14 dhoma që do t'jenë hoteli. Po, edhe sigurisht edhe dyqani i lagjës. Pra pritet për do të jetë mirëmbajtja, domethënë mirëmbajtja do të ketë një kosto vjetore për ujë, për gjitha, edhe do të jetë me mirëmbajtje me këtë, do të jetë lagja private, hymje dalin, nuk do të kemi mundësi për me çdo kush. Kjo. Pra është një qartë në 130 metra mbizetar, gërshër sipas informata që kam, gërshërtohen 13 rryma ajri, të ajrit, edhe është shumë mirë për leukemi, për sheqer, për gjitha smundje që ka njerëzimi. Po. Edhe unë vetvetiju. Pra pritet me o përfundu në fund të vitit. Nuk besoj që të zgjatë, punime do të ketë edhe 5 vjet, por nuk besoj që do të ketë punime shumë domethënë ato që unë me liru shtëpia nuk do të kalon dhjetorin, nuk e besoj. Po se jemi të punu afro 50 deri 100 punëtor tani.
Tani vetëm kemi laminat, dyrt, me këto jemi të marrë mas shumëti edhe përgatitjen e bashkëve, gjelbrimin edhe fidane si thash pak më parë. Okej, Labinat, një mesazh për fond për krejt ata që mendojnë me rriti çka sikur ju në jetë dhe Unë vetëm të ne në Raovec, në një fshat Zatriq, i cili është bidetar 1500 metra bidetar, edhe aty ka dalë këtë mermer, edhe janë mbi 300 persona kinez të cilë kanë mbledhë shtëpia, ama sa e respektojmë na, sepse ekonomia është rritur në komunën tonë 3 deri 7%. Edhe ne i mbajmë si me qenë kushdo, dhe më thënë, i mbajmë me shumë respekt. Unë e lusë të gjithë ata, kushdo që investon në Kosovë, në çfarë do treba, respektoni ata, sepse investimi ta bjen që ekonomia edhe ata të papunësuarit për më punu. A kupton, mos i shani, mos i fyni, sepse tani, a jam i keq apo i mirë unë nuk e di, mi ndru 100 gjallë qarapa, dikush nuk e ka ndru për 14 vjetë sa i ka. E mi po 100 gjallë shtëpie për 3 vjetë, vallaj, është e pamundë. Mendimin e kërkuj tiq, absolut, ku fa aksionerë në paktu, për pos Allahut dhe unë, kërkush iq. Unë e lusë, ta duheni Kosovën, ta duheni kombin tënë, ta duheni besimin e juaj, ta respektoni familjen, ta respektoni sidomos diasporën, se pa diasporë nuk ka jetë këtu, nuk ka, sepse ushqimi, antibiotik, apo është më i madh është i diasporës. Prandaj diaspora investon e mos i neglizhoni, sidomos ta punëtorë që punojnë, me mësi po presin me arë diaspora, derisa ja marrin parë, ja fshin parë tani, nuk i vinë, ai shkreti vjen këtu verës për me shku darsma, jo andek ne, i lën punëtorit me punu, derisa ja merr parë, mas në ditë jo më ka dek, po shazotën, një Zvicran i ka dek baba, se kam qenë shef 6 vjet, i ka dek baba mas 2 orë ka orë punë. Te na, jo ka dek ky, një punëtori i ka dek 6 herë halla, derisa shkova dhe unë në spital me pasë që shpirti ma prumi. Te une, a ka dek, a s'ka dek, kush ka dek, unë kur them punë. Unë vllahun tim, që e du mas shumë ty, a ka dikush që e du mas shumë se vllahun tim, po kur s'ka qenë serios punë, e kom largu për punës. Sepse puna është farz. Më thëmë, nëse ti nuk e respekton punën dhe shtëpinë tënde, edhe pragun tënd nuk ka kush që ta respekton tjetër kush. Kjo është. Faleminderit shumë. Kënaqësia është e imja. Gjithashtu.